Këtu kemi një përplasje midis shiizmit dhe vehabizmit. Mësime botkuptimi islam, shiet mbi Kur'anin është krejtësisht ndryshe nga botkuptimi sunnit saudit mbi islamin. Dhe këtu është edhe një përplasje. Dy shkolla mendimi. Të kundërta krejtësisht. Krejtësisht janë të kundërta. Kurse këtu këtë rasin pola tjetër që është vllazëria mundohet që të bëjë një ekuilibër, a? Mundohet, po megjithatë nuk e ka atë fuqinë këtë moment. Beteja po është temë tjetër ajo. Është midis tyre atje. Po mendoj që po. Shiizmi pse të importojmë na nëse ekziston ai betejë. Po problemi është shiitët dhe sunnitët. Lloj betejë, shkolla shmendimi, pse të importohet në habitatin Kjo është ajo që dua të them. Për çka ne duhet ta kemi debatin a ka mirë Irani apo ka mirë Arabia Saudite. Fundja thash më herët një Kur'an e kanë. Po. Gjuha ndryshon, komësia, etnia ndryshon. Mi po kanë një Kur'an, mi po mos harrojmë se Persia, muslimanët e Iranit, po flas para se me ardhë në pushtet para revolucionit islamik 79-ën që kanë ndodhur, ka pas figurat qendrore të islamit Persia. I ka dhënë botës, se Persia nuk është vetëm Irani sot. Pse bile Irani sot është me përqindje diku rreth 60% janë persian, tjerët janë kombe tjera. Prandaj këtë tim aty është një botë bukur e madhe. Synimi i Iranit është që ta ketë nën kontroll vendet e shenjta. Irani në ndërtimin e normalisht e ka synim. Tashëm po. Po tani dominohet absolutisht nga qeveria saudiane, që është qeveri sunite, me një botkuptim deri kohët e fundit bukur të vrasht, bukur të ashpër, që në disa raste elementet shkollave të mendimit të tyre brenda Saudis kanë prodhuar edhe ekstremizmin jashtë botës. Prandaj Arabia Saudite tani po merr një kohë ndryshe. Tani më mendoj që Arabia Saudite duhet të ndalë fondet për vendet jashtë shtetit vet. Duhet të ndalë ato fonde. Mos investojnë në celula që shndrohen në kërcënim për sigurinë. Po normalisht duhet të ndalë. Mendoj që është vërtetuar se ka ndodhur kjo. Është vërtetuar, ju dini që këtu ne kemi edhe një zhetoni din gjërat. Po megjithatë Arabia Saudite duhet të përqendrohet në hapjen e saj. Jo në hapjen që bie ndoshta tërësisht ndesh me popullatën e saj dhe besimin, ku ta diunë, po fundja është çështja e tyre, nuk është e imja. Siç ata vendosin, nuk është çështja e imja, si ata vendosin. Nuk e di çka e lidh një qytetar tonë me zhvillimet në Ugandë. Çka lidh një qytetar tonë me zhvillimet në Somali. Okej, në rregull, pra, hajde po flasim me Irani, Arabia Saudite, Amerika, Izraeli, këtu zhvillimet e fundit. Mi po çfarë i thua zhvillimeve mes Pakistanit dhe Afganistanit? Dy shtete me shumicë dërmuese absolute islame sunnite. Krejtësisht sunnite. Normalisht me elementet sufizmit e këtu. Po kjo tema e fraksioneve Ridvan mendoj që don emisione të shumta që në Kosovë mungojnë. Apo zhvillimet në Sudan. Shikoj Sudanin.